hoxh, shpesh ndëgjojmë që njeriu kur sprovohet e kemi një keq kuptim. Kur sprovohet një musliman thonë ky është ndëshkim apo është sprov. Do thënë cila si duhet ta trajtojmë sprovën. Ndëshkim ndaj neve apo sprov që mendojmë që do të përfitojmë prej saj. Po. Nëse bëjmë sabër. Po. Islam Allah të rujtë të bekoft. Kjo është në bën shumë kjo pyetje është interesante, nuk e di, do shta ka nevojë për një sqarim edhe perceptim më të saktë. Në një gjë duhet me ditë që në të dyat edhe kur është sprov, edhe kur është ndëshkim, kemi argumente për këtë për këtë. Ndëshkim Allah Azhjel ka përmend Kur'an, çdo fatkeqësi që ju godet është si pasojë e veprave të juaja, mëkateve të juaja që keni bërë me durët e juaja. Pra në parim themi, çdo keq që mund më na ardh, na duhet me kontrollu veten tonë pse ka ardhur. Pse ka ardhur, mos kom bën ndonjë gabim, mos e ku më dhun diçka Zotin, mos kom hyrë haram, në tregtin, biznes, në ushqim, në respektim të prindërve etj. Mos i kom hyrë dikujt në hak, dikush ka bën ai dua kundër meje, udhëbila. Ose vetë është një dhënë Zoti me mua, edhe po ma. Pra, domethënë, mund të themi që duhet të analizojmë mirë meselën, mos është shkak i veprave të mia kjo fatkeqësi që më ka ndodhur. E tash, nëse shohim mbas të analizave tona se nuk po del diçka, nuk po reflekton se është një mëkat që po dim na, çka na themi kjo mund të jetë sprov. E sprovëm pastaj. A jemi ne ata të cilët do ta vëmë në funksion pozitiv apo do ta shfrytëzojmë kundër vetes tonë apo pro vetes tonë. Qysh Allahu Azza wa Jall mas shumë